Taulant Kelmendi ka harruar që është i përfshirë kryekput në punësime familjare, teksa e ka akuzuar kolegun e tij deputet Ferhat Shalën e PDK-s për vepra të ngjashme. Ai akuzoi të mërkurën deputetin Shala për konflikt interesi kur foli për kostin dhe pyeti atë se sa familjari ka punësuar në këtë ndërmarrje. E kuptojmë edhe shqetësimin e deputetit Shala për shkak të konfliktit interesi që e ka me kostin. Sa anëtar të familjes i keni kos? Ja. Do të është konflikt interesi. Po nuk jem shefi. Po për indicin e 6. Po që të bëjnë në kabinetin që vetë. Jo, po do më dalë ti se po përmend ti. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, në kohën kur Taulant Kelmendi ushtronte pozitën e zëvendës ministrit të arsimit, vëllai i tij vetë ishte avancuar në pozitën asistent për lëndën gjuhë angleze në Universitetin e Pes, Kadri Zeka. Libron Kelmendi ishte graduar në pozitën në universitet, pak muaj pasi vëllai i tij ishte emëruar në pozitën e zëvendës ministrit, pa u shqetësuar askush për konflikt të mundshëm interesi, edhe pse universitetet bien në kompetencë direkte të Ministrisë së Arsimit.